Në këtë video unë kaloj një ditë në Vjenë, nëse doni hajdeni me mua, nëse doni mos hajdeni, okay? Për të gjithë ju që ndjetë deri tani, e jani të kaloj një ditë së bashku. U zgjuam në orën 6 të mëngjesit për të kapur trenin në parë për të shkuar në Vjenë, sepse po nisashim nga Budapesti. Të gjej stacionin e trenit për të shkuar në Vjenë ishte vështirë, por më vështirë ishte të dilje nga stacioni i trenit kur arrije në Vjenë. Ishte gjëja më e komplikuar në botë, nuk e kuptoj pse. Doja të kapja disa klipe të bukura nga Budapesti deri në Vjenë, por duke sigurisht në autostradën Tiranë-Durrës. Për 2 orë gjysmë arritëm në Vjenë dhe nuk do mundohem të bëj sikur mbaj mend se si quheshin gjithë atraksione turistike, thjesht ditë të them që ishin mahnitse. Vjena ka qenë në listën e destinacioneve ku doja të shkoja për vite të tëra dhe mund të them me plot gojë që nuk zgjënjeu fare. Nuk ndetëm një ditë të plot në Vjenë, por munduam të shihnim ato atraksionet kryesore. Rrugës patjetër që pam shumë statuja të Skënderbeut me kalin e tij. Vizituam dhe bibliotekën, e cila ishte madhështore dhe nuk e dija që një nga eksperiencat më të bukura në Vjenë do ishte pikërisht biblioteka e saj. Oh my god, guys, I think we're in Disney. Gjithashtu shkuam te Sisi Museum, por nuk lejoj të kapnim as foto as video brenda, por si çdo gjë tjetër në Vjenë dhe ky muze ishte mbreslënës. Nuk do bëj kot sepse realisht nuk mbaj mend emrin e asnjë vendi që kam shkuar, por e vetmja gjë që di është që do e vizitoj përsëri Vjenën dhe do eksploroj çdo vend të cilën nuk e eksplorova dot në këtë 6 orësh.